Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, gjatë bashkëbisedimit me qytetarët në rrjetet sociale, dha një koment për ambasadorin Gonzato. Sa i përket ambasadorit aktual, unë kam shprehur se ky sillet si të ishte ambasadori i Ramës, pasi ky zotëri në mënyrë të pretenduar ka transmetuar në Bruksel trillimet me të pavërteta ndaj opozitës, sikur ne nuk jemi për integrim, për të mos treguar shumë gjëra të tjera. Ne jemi ata që i themi gjërat hapur dhe ai është përpjekur në shumë mënyra ta paraqesë opozitën si jo të orientuar drejt integrimit, por ka dështuar. Gonzato është unifikuar komplet me Edi Ramën. Unë partnerëve evropian do t'u them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, u shpreh Berisha. Ne jemi ata që i themi gjërat haptas. Dhe është përpjekur në shumë mënyra të paraqesë opozitën si jo të orientuar drejt integrimit, po ka dështuar. Eksponent transishëm të Bashkimit Evropian ja kanë bërë të qartë në prani të tjerëve se opozita, se Partia Demokratike është thellësisht e orientuar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe është partneri ynë, i është thënë shkëlqësisë tij. Ndaj dhe ai ka bërë zgjedhjen e vet. Është unifikuar komplet me Edi Ramën dhe sa herë unë thoja ndonjë të vërtetë, bashkë me ndonjë lobiste tjetër të tij në Komisionin Evropian, lëshojnë deklarata, por unë absolutisht shqiptarëve dhe bashkimi dhe partnerë evropian do të them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën.